Letra bëhet det, ku zemra e poetit shkëndon. Fjalët si valë tërhiqen e lënë në gjurmën. Në faqe të zbardhura, bota të hapet. Dhe çdo lexues një udhëkryqjen për ta kuptuar jetën. Për librin e këndshëm që në dorë mban lexuesi, një shpresë e re për ditë të qeta dhe ftesë. Le të udhëtojmë në përvargje e faqe të shtypura, ku ondat përjetohen dhe shpresat bën të vërteta. Libër, o libër, ti e bota që të gjithë e dua, ku heronjë e histori të rriten e ngrihen, në faqe të ftohta fjalët na ngrohin dhe lexuesit ulet në botën që libri ofron. Librat janë shumë më tepër se thjesht letët e mbushura me fjalë. Ata janë dritaret që hapin horizonte të reja, miqtë e vërtet që nuk tradhtojnë kurrë, dhe udhëtarët që na çojnë në aventurat më të mrekullueshme dhe më të mahnitshme, duke na lejuar të shijojmë botën në mënyra të panjohura dhe të pakufizuara. Libri është ai që të lejon të udhëtosh pa u rritur nga karrinja. Në një botë kaq të ngarkuar, me zhurmë dhe shpejtim, librat janë si oazat e qetësisë dhe frymëzimit. Vendet ku mund të zhytemi në qetësinë e mendimeve tona dhe të gjejmë strehim nën kujdesin e fjalëve të një shkrimtari. Libri është dritare për nga ne e shohim botën. Në përfundim të leximit të një libri të mirë, ndihemi sikur japim lam të mirë një shoku të çmuar. Librat janë shokë të vërtet që na shoqërojnë në çdo moment të jetës, miq që na kuptojnë pa fjalë, udhëtar që na çojnë në vende të panjohura dhe aventura të paharrueshme, dritare që na hapin syt për të parë botën në mënyra të reja dhe të mahnitshme. Ka krime më të këqija se djegja e librave? Po, një prej tyre është të mos i lexosh. Një shtëpi pa libra është si një dhomë pa dritare. Një dhomë pa libra është si një trup pa shpirt. Librat rrinë radh, presin dorën që t'i marrë, presin dorën t'i shfletojnë, presin syrin t'i lexoj. Sa përralla rrinë aty, eja t'i këndojmë të dy, sa figura, sa tregime, duan të hynë në botën time. Librat rrinë krah për krah, cili radhën sonte, thot I pari, merr mua, si që më do dhe unë të dua. Fleti dyti poshtë në xham, po unë radhën kur e kam, librat rrinë radh, presin dorën që t'i marrë. Të mbushesh raftin me libra është më e dobishme se të mbushesh portofolin me para. Hiqni pallton e vjetër dhe blini librin e ri. Që mësë shumë të rezistojnë kohës janë libra.